Selamu alaikum. Po takojmë sërish me një histori tjetër, me historinë e profetit Ibrahim a.s. Një natë të qetë në qiellin me yje. Në një natë të qetë, një djalosh i mençur shikonte qiellin plot me yje dhe që ndriçonin si drita të vogla magjike. Ai nuk mund të hiqte syt nga bukuria e tyre. Ishte e mahnitshme sa të shumë që ishin. Por ai mendoi me vete: kush i ka vendosur këtë yje këtu? Kush ndriçon këtë botë? Ai nuk mund të pranonte që njerëzit e tij adhuronin statuja të bëra prej guri dhe druri. Këta idhuj nuk mund të flisnin, nuk mund të lëviznin dhe nuk mund të ndihmonin askënd. Djaloshi mendoi: si mund të jenë këto zotat tanë? A nuk duhet të adhurojmë vetëm atë që ka krijuar yjet, hënën, diellin dhe të gjithë botën? Ky djalosh ishte Ibrahimi a.s. Një njeri i veçantë që do të ndryshonte historinë dhe do të bëhej miku i Zotit. Tani, le të ndjekim historinë e tij dhe të shohim se si ai gjeti të vërtetën dhe fitoi zemrat e njerëzve me besimin dhe guximin e tij. Një natë, Ibrahimi shikoi qiellin dhe pa një yll që ndriçonte më shumë se të tjerët. Ai mendoi: ky mund të jetë Zoti im. Por pas pak, ylli u zhduk në agim. Atëra i tha: jo, Zoti im nuk mund të jetë diçka që zhduket. Më vonë ai pa hënën e ndryshme dhe mendoi: ndoshta kjo është Zoti im. Por kur dielli u ngrit në mëngjes, hëna u zhduk. Kur dielli ndriçoi fort mbi tokë, ai mendoi: ky është më i madhi nga të gjithë. Ndoshta ky është Zoti im. Por kur erdhi mbrëmja edhe dielli perëndoi, atëherë Ibrahimi e kuptoi të vërtetën dhe tha: jo, unë nuk do të adhuroj asgjë që zhduket. Zoti im është ai që ka krijuar yjet, hënën, diellin dhe të gjithë botën. Ai është një dhe vetëm atë do të adhuroj. Në qytetin e tij, njerëzit adhuronin shumë idhuj të bërë prej guri dhe druri. Ata i luteshin, i faleshin dhe u kërkonin ndihmë. Por Ibrahimi e dinte se këta idhuj nuk mund të bënin asgjë. Një ditë, kur të gjithë njerëzit e qytetit shkuan në një festë, Ibrahimi hyri në tempullin e idhujve. Ai mori një sepat dhe e theu të gjithë idhujt përveç më të madhit. Pastaj i vendosi sepatën në dorë idhullit më të madh. Kur njerëzit u kthyen, ata u habitën dhe thanë: kush i theu idhujt tanë? Dhe dikush tha: e kemi dëgjuar një djalosh të quajtur Ibrahim që flet kundër idhujve. Ata sollën me njëherë Ibrahimin dhe e pyetën: a ti i theve idhujt tanë? Ibrahimi u përgjigj me një buzëqeshje: pse nuk e pyesni idhullin më të madh? Ai e ka sepatën në dorë. Çfarë na mëson kjo histori? Të kërkojmë të vërtetën edhe nëse të tjerët nuk e pranojnë. Të besojmë tek Zoti edhe në kohët më të vështira. Të mos kemi frikë, të qëndrojmë për atë që është e drejtë. Zoti gjithmonë i ndihmon ata që besojnë tek ai me sinqeritet. Kjo ishte historia e profetit Ibrahim a.s. Një njeri me besim të pathyeshëm dhe zemër të madhe. Ai na mëson të kërkojmë të vërtetën, të besojmë te Zoti dhe të mos kemi frikë të qëndrojmë për atë që është e drejtë. Nga kjo histori unë mësova të kërkojmë gjithmonë të vërtetën si Ibrahimi a.s. Ne duhet të pyesim dhe të mësojmë për gjërat e rëndësishme. Unë kam mësuar se të mos ndjekim verbërisht të tjerët nëse diçka nuk është e drejtë, nuk duhet ta bëjmë vetëm sepse të gjithë të tjerët e bëjnë. Nga Ibrahimi a.s. unë e kam mësuar të jemi të guximshëm dhe të duruar. Nëse dikush na tallet ose na kundërshton për diçka të drejtë, do të qëndrojmë fort si Ibrahimi a.s. Besimi te Allahu sjell ndihmë. Nëse kemi vështirësi, duhet të kemi besim dhe të lutemi, sepse Allahu është gjithmonë me ne. Unë këtë kam mësuar nga historia e Ibrahimit a.s.